أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala për gjitha mirësitë e në veçanti, falënderojmë Allahun për mirësinë e Islamit, për mirësinë e udhëzimit. Dhe së dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç tregon sahabët, në muajin e Ramazanit ishte më i veçantë. Një ndër veçoritë që i kishte pejgamberi gjatë Ramazanit ishte veçoria që ishte më bujar. Kana ajwadun nas, kështu thotë Enes do. Po pejgamberi ishte shumë bujar, por bujaria e tij gjatë Ramazanit ju shtonte edhe më shumë. Ishte më bujar. Ulemat kur e komentojnë këtë hadith, thonë bujaria nuk është vetëm me duke dhënë sadaka. Bujaria është edhe me ndet me dikan, me çaj detin me dikan, me janë dëgju detin dikuj tjetër. Pejgamberi ishte shumë bujar. Ashtu si ishte bujar në pasuri, ishte edhe bujar në punë të tjera. Por bujaria për Ramazan ju shtonte më tepër. Pse kjo? Vazhdon Enesi thotë, nga se pejgamberi muajin e Ramazanit e kishte takimin me Xhibrilin. Takimi vjetor. Edhe përsërit ke Kur'anin. E studionte Kur'anin bashk me Xhibrilin alayhis salam. Kurse atë vit që ndroi jetë pejgamberi e kishte lexuar Kur'anin 2 herë. Ma para kësaj, çdo vit e kishte lexuar bashkë me Xhibrilin. Vitin e fundit e kishte lexuar bashkë me Xhibrilin, më thonë 2 herë në Ramazanit. Pse përmenda këtë? Ne gjatë muajit Ramazanit bëjmë ibadetet mëdha. S'ka xherimi, namazi natës, taravia, e shumë adhurime tjera. E këta adhurime, a kanë efekt në jetën tonë përditshme? Do të pas efekti këtyre adhurime do të më shfaq, se më shumë i ke afru Zotit. E ku t'jesh më afër Allahut, dush me qenë besimtar më i mirë. Kujta si besam ishte bujar, bujaria e tij shtonte më tepër në Ramazan. Dhe së dashur, këtë e shohim edhe në një hadith tjetër, pejgamberi ka thonë, men fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'. Është hadith i njohur, pejgamberi ka thonë, ai i cili i jep ushqim atij që ka agjëruar, e ka shpërblimin e tij, pa ju paksu atij hiç. Shembull, i ki dhënë ushqim, i ki dhënë iftar, një agjëruesi që ka mbajtur Ramazan, e merr sevapin sa ka marrë ai në ditës, atë sevapin merr ti që i ki dhënë iftar. Kjo ku thret mbujari. Pa përsa më dhënë muajin e Ramazanit, në fond tjetër na kanë nxit mi u dhënë njerëzve iftar. Gjithashtu me një hadith tjetër, pejgamberi ka thonë, xheneti ka disa dyrë. E ka thonë pejgamberi men kana min ahli as-salati du'i min bab as-salat. Namazlia do të thirret nga dera e namazit. Vazhdon hadithi, o min ahli al-jihad du'i min bab al-jihad. Ai që ka bëu përpjekje, ka bëu xihad për fenë e Zotit, do të thirret nga dera e xihadit. Thotë pejgamberi, o men kana min ahli as-sadaqati du'i min bab as-sadaqa. Kurse ai që është ka dhënë sadaka do të thirret nga dera e sadakas. Ka thonë pejgamberi, o men kana min ahli as-siyam du'i min bab ar-rayyan. Kurse ai që ka qenë agjërueshëm do të thirret nga dera Rayyan, nga dera ku do të hinë agjëruesit. Këto Abu Bekr radhiyallahu anhu kur ndëgjoi këtë hadith, tha ja Rasulullah, a do të ketë dikush që do të thirret nga çdo derë e xhenetit? Përmendoj çfarë ambicie të larta. Pejgamberi tha, nëse ka ndonjë që ka me hi nga këtë dyrë të xhenetit, do të jesh ti ajo Abu Bekr. Subhanallah. Nëse ka dikush, ti do të jesh ai. Me një hadith tjetër, pejgamberi një për ditëve i ka pyet sahabët, pasi që ka thonë sabahin, i ka thonë sahabëve, men tabi'a minkum al-janaza, cili nga ju sot e keni përcjellë një xhenazë? Asnjëri prej sahabëve s'ka folë.
Abu Bekr ka thënë unë ja Rasulullah. Këshire Abu Bekri radiallahu. Vazhdon për ka pyet men at'ama minkum as-sa'ima miskina, cili nga ju sot e ka ushqy një miskin, një skamnor. Abu Bekri unë ja Rasulullah. Prapë Abu Bekri. Vazhdon hadithi ka pyet sallam men minkum al-yawma 'ada marida, cili nga ju sot e ka vizitu një të sëmur, ke sahabët shumë. Abu Bekri unë ja Rasulullah. Po gjitha veprat e mira. Pejgamberi ka pyetën edhe disa pyetje tjera, edhe ka thonë në fund, ai i cili në një ditë i bën gjitha këto veprat e mira, ai është prej banorëve të xhenetit. Kjo është edhe nxitje për neve, mos u mjaftu me pak. Dikush thotë valla unë sot kum fal, mjafton. Te alhamdulillah që kreni ibadet madh, je fal, ke agjeru, por mos u ndal me kaç. Shko më natë. Për të arsime nësa thotë, kur të lipni për Zotit, lipni gjennetin Firdaus. Është gjennetin më i lartë. Muslimani zot mi pas ambicet e ulta. Mu mjaftu me pak. Po gjithmonë duhet të pas ambicet larta, ashtu siç ishin sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala na shtoi ambicet. Kemi vullnet të japim sadaka më shumë, të rrimi afër fukarave, familjarëve, bëjmë ibadet më tepër, lexojmë Kur'an, bëjmë dhikr, ta xhirojmë Ramazan ashtu Allahu si don për neve, e kështu në këtë formë ta fitojmë razinë e tij subhanahu wa taala, e vazhdojmë me namazin e tarawih. Allahu i nderoft.